në frymën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe gjallërimin e vlerave tona të hershme. Me 8 gusht u organizua aktiviteti Lojra Tradicionale, Lugu i But. Nga sporti shkollor, ky organizim solli pranë njëri tjetrit nxënës të rinj e dashamirë të traditës, duke rikthyer emocionet e lojrave që dikur ishin pjesë e përditshmërisë sonë. Përmes kësaj nisme, u synua jo vetëm argëtimi, por edhe ndërgjegjësimi për rëndësinë e ruajtjes dhe përcjelljes së këtyre vlerave tek brezat e rinj. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe përfaqësues të komunës së Istogut, përfshirë kryetarin e komunës, si dhe drejtoreshën për kulturë, rini dhe sport, së bashku me delegatë të tjerë komunal, të cilët me praninë e tyre i dhanë mbështetje dhe rëndësi të veçantë kësaj ngjarjeje. Kryetari i sportit shkollor, Zotri Fatmira Demaj, hapi aktivitetin me një fjalë rasti, duke përshëndetur të pranishmit dhe duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve sportive në edukimin dhe bashkimin e të rinjve. Atëherë përshëndetje për gjithë ju, qytetarët e Istogut, edhe qytetarët komunave tjera që pisho këtu, zotin kryetar Ilir Ferhati, nën kryetar Genca Demaj, drejtoresha e sportit Hera Regjaj, si dhe kryetarin e OVL-s UÇK-s. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Takimin e parë që kam pas me kryetarin, kemi diskutuar bashk që për herë të parë të marrin lojra tradicionale në Bjeshtë e Istogut. Ti promovojmë të bjeshk. Këtë vit kemi më pak disiplina për shkak se është hera parë. 5 disiplinave kemi litarin, treshja litarit, kemi kërcim prej vendit, ose si që thojmë na kërcimi pop, si dhe hudhja gurapeshit. Mund të më na thonë dikush këtu prej femna ose grave, pse edhe për femna si keni bo, kemi treshja litarit edhe për femna, kush do më morë pjesë, paraqitni këtu. Kaloni sa më mirë, knashnu me valle, muzikë, lojra. Faleminderit shumë. Më pas fjalën mori edhe kryetari i komunës së Istogut, Zotri Ilir Ferhati, i cili vlerësoi organizimin dhe pjesëmarrjen, duke theksuar përkushtimin e komunës për të mbështetur sportin dhe aktivitetet kulturore. Një përshëndetje dhe falënderim të veçantë për organizatën e sportit shkollor dhe krejt profesorët dhe arsimtarët e edukatës fizike që na ka mundësuar me një përkraje shumë simbolike me mrrijë një organizim tillë për herë të parë. Po quaj për herë të parë sepse zakonisht lojrat tradicionale janë marrë bashkë me organizimin e qetave. Mirë, po në diskutim me profesorët kemi mrrijë përfundim që është aktivitet me të cilën mujmë shënu në një ditë veçantë dhe sigurisht me zgjeru prej vitit të ardhshëm sepse po shihet që ka interesim, po them me zgjeru me lojtarët të komunave tjera me qëllimin më të madh që me promovu këto asjetet tona turistike dhe normalisht me i bën njerëz bashkë e me theks veçantë tash ku jemi në muajin e pushimeve, njerëz qytetarët tonë më të dashur në diasporës që vinë me vizitu vënën e vetë dhe taperin e vetë. Një përshëndetje të veçantë për gjithë qytetarët e Istogut dhe krejt qytetarët tjerë që në komunave për rreth. Lojtarëve ju uroj suksese edhe sportit shkollor i kërkoj që këtë aktivitet me vazhdu e me kthy në traditë organizimeve bashkë me drejtoreshën e kulturës Sonjën Regjaj që besoj shumë që ka me konë kratyne dhe ka me konë në përkrahje tyne që ta promovojmë sa ma shumë. E para disiplinat e lojnave tradicionale dhe normalisht që janë vlera se kush kemi qenë ne dhe me çfarë jemi morë kur kemi jetu formë tradicionale dhe normalisht lugun e butë si asjetin kryesor, asjetin më të madh turistik të Istogut. Ju falenderit gjithë dhe ju uroj të kaloni sa më mirë. Programi vazhdoi me muzikë dhe këngë tradicionale, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive.
Në këtë frym nisi dhe gara e parë, e cila u prit me entuziazëm për pjesëmarrësit dhe publikun. Vazhdon garusi tjetër, Besart Haxhijaj. Numër 3, Bekri Haxhijaj, vazhdoj. Numër 4, Shkelzeni. Hajde Shkelzeni. Bravo! Numër 5, Shkelqim Berisha. Hajde Berisha. Garusi numër 6, Lundër Demaj. Garusi tjetër i radhës, Visar Demaj. Garusi tjetër, Val Maxharaj. Garusi tjetër radhës, Plen Cacaj. Vazhdoj. Edhe garusi i fundit në këtë disiplinë. E në dritë, hajde Qëndrim Berisha. Tash e kem garusin e fundit, e në drejt Ademaj. Edhe kjo disiplinë përfundoi, garusi Val Maxharaj është fituesi i kësaj disiplinës. Vali pret, me marr medaljen dhe mirënjohjen. Pas përfundimit të garës së parë, u paraqit një pikë artistike nga grupi Labinat Kukiqit, e cila shtoi dhe më shumë gjallërinë në këtë aktivitet. Soli po na thret, ky atheni dhe na thret, me u bashkue, o me lidhë tona, o ti bashkoj.
sa gjoj arimi kunë ndalëm, të bashkuen tirim për bol, po për bejnë peste burit, po për bejnë, o kongë flamurit. Shekuj sovë zonë kovër, sot në frasin me u bashku, doratorën me shterëngu, e një Shqipja me fjutoru. Se djemë tu ju e uha, lava janë gjoj i ole. Uan kom në që e mëra rep të kosojo, vaua, e bën ljubit e në bol për vaj, e i ole. Më pas u zhvillua edhe loja e dytë, tërheqja e litarit, një ndër lojrat më të dashura tradicionale, ku ekipet treguan forcë, bashkëpunim dhe garë të ndershme. Hajde! Hop! Hop, 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 hop! Hop, hop! Fitus i kësaj gare është Vrella, ekipit i dëshirojmë suksese në garën e radhës. Ndërsa ekipit Hoxha i dëshirojmë suksese vitin tjetër, kësme. Ekipit tjera, Tenda Dardanilet paraqitet edhe Corovoda. Hajde Corovoda!
kësaj gare është Tenda Dardani. Suksese. Edhe ekipit Cërëvoda ju dëshirojmë suksese në garën tjetër. Ndërsa tash paraqiten dy ekipet e femna, Tomat City dhe Ljubova. Hajde, suksese të dy parëve. Hajde një duar trukitje dhe suksese ekipe, hajde. Hajde, meritojme një duar trukitje. Suksese ekipit nga Ljubova. Hajde, urime. Edhe të shuajmë suksese ekipit tjetër Tomoci nga ata ashme. Paraqiten dy ekipet tjera, Zogaj dhe Ruhoti. Hajde Roti. Aber gehört das ist ein Pokal? Die rufen uns später wegen Pokal. Okay, weil... Ka dole ekipit, prit referi, prit. Hajde suksese. Fitues Zogaj, ekipi Zogaj, suksese ekipit Ruhotit nga orën e ashme. Faleminderit. Dy ekipet fitues, Vrella dhe Dardania paraqiten për tërheqjen e litorit. Po shihet që do t'jetë një garë shumë e mirë dhe ekipet ju dëshirojmë suksese. Fitues Tenda Dardani, ekipit tjetër dëshirojmë suksese. Programi artistik vazhdoi me një performancë të bukur nga ansambli i Vallëve Deçani, të cilët sollën emocion dhe duar trokitje nga publiku.
Aktiviteti vijoi me gara të tjera të njëpasnjëshme, duke e ruajtur dhe duke e bërë më të gjallë atmosferën gjatë gjithë kohës. Në fund u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimeve ku kryetari i komunës Zotri Ilir Ferati, së bashku me drejtoreshën për kulturë, rini dhe sport, ndanë çmimet dhe mirënjohje për fituesit e garave. Ata përgëzuan të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin, shpirtin garues dhe respektin ndaj lojrave tradicionale, duke theksuar se secili prej tyre është fitues në promovimin e vlerave tona kulturore dhe sportive. U ndan mirënjohje të veçanta për ekipet më të dalluara dhe për organizatorët që e bën të mundur realizimin e këtij aktiviteti kaq domethënës. Atmosfera festive vazhdoi edhe me tej, me këngë, valle dhe kërcim nga pjesëmarrës të gjitha moshave, duke e shndruar këtë aktivitet në një festë të vërtet komunitare që do të mbetet gjatë në kujtesën e të pranishmëve.
shqipeni, i